Imagjinoni një lojtar që futet në fushë dhe askush, madje as trajneri i tij, nuk e dinte dhe nuk e kuptonte pse. Ky është rrëfimi për Daniel Amokaçin, i cili në një ndeshje gjysmëfinale të FA Cup të vitit 1995 ndaj Tottenham gënjeu zyrtarin e klubit për zëvendësime për të futur në lojë. Një lojtar i Evertonit ishte lënduar dhe Amokaçi u afrua te zyrtari i klubit, duke gënjur se trajneri kishte kërkuar zëvendësimin. Amokaçi nuk kishte luajtur asnjë minutë në atë garat sezon dhe trajneri, kur e pa në fushë, i kërkoi të kthehej, por ai nuk pranoi dhe vazhdoi lojën. Ai gjatë kohës sa ishte në bankë kishte studiuar mbrojtjen e Tottenham, që po dominonte takimin edhe pse rezultati ishte 2-1 në të mirë të Evertonit. Amokaçi kishte vretur hapësirat që lënë në qendërmbrojtësit e Tottenham dhe dinte se si duhet t'i ndeshkonte. Kur kishin mbetur 10 minuta lojë, Amokaçi shënoi me kokë për 3-1, por ai nuk u ndal me kaq. Pas 5 minutash shënoi edhe një herë për rezultatin 4-1, i dyti i tij në këtë takim. 2 gola në 5 minuta, nga një zëvendësim që nuk duhet të ndodhte. Do t'i sillte Evertonit finalin e FA Cup. Evertoni atë vit do ta mposhte Manchester United në finale, duke fituar trofeun e fundit madhor në historitë të klubit.